jo gjithmonë paraja është ajo që të bën të lumtur. Faleminderit shumë. A beson në dashurinë me shikim parë? Besoj edhe nuk besoj, po nuk është që më ka ndodhur mua ende. Do të thënë pa urzu prej dardhës. Nuk beson. Nuk mundemi me ditë. A beson në dashurinë me shikim parë? Në të dytën ndoshta po, por Qysh është në dytën? I pshel sytë? po i mshël syt ose shkon dikon shqitore, pastaj kthehesh. Ja, mendoj se nuk e di, duhet me u njofs më mirë pak, ndoshta në të parën nuk besoj. Ndoshta mund të jetë në një simpati, në një pëlqim kështu, por për të parën herë duhet pak më shumë ose as të dytën, ndoshta as të tretën, por shkak se mendoj se duhet të studiohet më shumë, të bisedohet e pastaj të Tash po e shpjegon dashurinë si një lloj projekti kështu, apo din shkallë pas shkallë derisa t'ja qet kulmin. Po realisht ashtu mendoj se është. Okej, ti mendon. Faleminderit shumë. E tash, me qenë se jemi në qatlin, sa mendon se një qift duhet takohen, apo të ndajnë ko bashk para se të thonë të dua? Mendoj se shumë herë, shumë kohë të gjatë. Sa? O, sa... Hajtë ma thuj me muj, për shembull, me ditën. Okej, mundet, dikun ndoshta 2 muaj, 3 muaj. Okej, mas 2-3 mujve... Pastaj, nëse është kështu, si them, është ai kismet. I thot du. Po, në fillim gjithmonë janë gjërat e mira, gjërat pozitive, ekziston ajo pëlqimi, ajo euforia, po me kalimin e kohës miran dhe shumë gjëra. Unë mendova që kam më thonë 2 vjetë, e ky më tha veç 2-3 mujë. Po, ndoshta në varet ndonjëherë për Se që shë boni të komplikume atë pjesën që shme ranë dashni. Varet për inteligjencës pak se sa, ja. Faleminderit për shumë. karakterit. Arnit, sa kohë do të me u taku para se me thonë të dua? Shumë. Me thonë dikush mas 2 jave të dua? E pabesueshme pak. E pabesueshme. Çfarë e bën një lidhje të lumtur? Po natyrisht komunikimi, besimi. Komunikimi, besimi. Dashuria mbi të gjitha. Okej, faleminderit shumë. Ngjashëm edhe ajo do të thotë komunikimi. Komunikimi. Mirë kuptimi. Këto janë që mendoj se bajnë lidhjen të fortë, komunikimi. Komunikimi. Faleminderit.